Miqtë e mi, këto janë vetëm disa nga projektet reale, po jam këtu për të zotuar para jush se autostrada e parë që do inaugurohet nga qeveria e ardhshme do të jetë autostrada Shkodër-Milot-Tiranë. Dy do jenë veprat e para të mëdha publike. Autostrada Shkodër-Milot dhe bypassi i Elbasanit. Shikoj çfarë bëjnë. Shkojnë ndërtojnë tunel e Llogaras, në të cilin 9 muaj rresht kalojnë vetëm Lepuj dhe Zoq, 200 milion euro. Nuk ndërtojnë autostradën Shkodër-Milot, që ka trafikun më të madh pas rrugës Kombit. Shkojnë dhe ndërtojnë autostradën Elbasan-Librazh, nuk ndërtojnë bypass të Elbasanit, që bllokon të gjithë trafikun 3 çere kore minimumi në ditë për qytetarë që vinë në Tiranë. Marrin fund këto. Shkodra do ketë investimet që meriton. Do ketë investimet që meriton në rrugën Shkodër-Muriqan. Atur që premtojnë Nastradini, Velipoj, Pulaj, Partia Demokratike bën realitet. Investimet mëdha do të bëhen në sistemime, në kanalizime, në ujësjelsa, në të gjithë qarkun e Shkodrës. Pra, ne kemi një projekt transformues, ndaj dhe ftoj qytetarët e Shkodrës në këtë betejë të votojnë Partitë Demokratike dhe koalicionin për Shqipërinë madhështore.